Kur njerëzit më pyesin se a ka ndryshuar duke qenë gjatë viteve si kryeministër, unë me sinqeritet them jo. Sepse Hashim Thaçi ka ende karakterin e njëjtë, besimet dhe vlerat e njëjta. Jeta jonë para se të zgjidhej Hashimi kryeministër ishte mbushur me ngjarjet e zakonshme familjare, si të dilnim së bashku për drekë apo darkë, të shkonim në mbledhjet e prindërve së bashku, të shkonim në ndeshje futbolli ta shikonim e ndritin duke luajtur, dhe të gjitha këto do të ndryshonin kur Hashimi u zgjodh kryeministër. Dhe vërteta është e doja atje, por gjithashtu e doja edhe burrin me të cilin kishim ndërtuar familjen tonë, dhe ai e kishte përkrajen time për angazhimin që kishte zgjedhur. Edhe kur Hashimi u zgjodh kryeministër, për mua ai ende është ai djali i cili më kishte ftuar për të dalur herën e parë që takuam kur ishim ende të bush student. Ende është ai djali me të cilin i ndanim ëndrat se si do të krijonim familje, si do të bëheshim prindër të mirë e të kujdesshëm. Fatkeqësisht, për shkak të angazhimeve dhe bindjeve të tij politike, filluan përndjekjet dhe Hashimit ju desh që përkohësisht të vendosej në Zvicër. Ne u desh të ndashim, por vetëm fizikisht, sepse na mbanin të bashkuar dashuria si dhe ëndrat e përbashkëta. Unë ju bashkangjita rrugës të cilën shumë prej nesh e kanë bërë, duke kaluar fshehurazi kufijtë e shteteve të ndryshme të Evropës dhe përfundimisht të bashkohesha me Hashimin në Zvicër. Aty na lindi e ndriti, me gjithë angazhimet e tij të shumta,